Kjo stem ishte bartur edhe nga heroi Adem Jashari. Cila është e vërteta e kësaj fotografie? Vërteta e kësaj fotografie është shumë reale. Këtë fotografi e kemi xhiruar ose e kemi shkrep në një dhomë ku kemi pas dhomë gjumi unë edhe Ademi. Bile ato ku janë, është kreveti Ademit, në krevet të Ademit janë ullën, edhe këtë fotografi e kumë shkrep. Unë është shumë reale, është shumë e vërtet dhe nuk ka kur gjë të bëj me montazhin ose diçka tjetër. Jam unë ai që e kumë realizu edhe ku do qoftë e mbroj këtë tezë. Çfarë emocioni është kur sot e sheh këtë fotografi? Shqyqë, në atë kohë është interesant që asnjë prej nesh nuk ka mendu që do e shef një fotografi ose një diçka cilën e ka punu për me pas, ose ka vepru. Unë për veti, të thëmë seriozisht, kur i kum pas 22 vjetë, kam thonë uroj që t'i bëj 24 ose 26, se deri atëherë me siguri do të vritna, po gjithherë kam thonë deri në atë kohë do të bëj edhe diçka për Kosovën, do të punoj edhe diçka. Kur i kum bë 26, jam lutë që t'i bëj 28 e 30, deri kur nuk e kom menduar që do të vi edhe të dalë para televizionit ose të pyeten për një diçka cilën e kemi bë ose jemi protagonist të tyre. Çdo herë kur të sheh njeriu në diçka që ja kthen memorin mbrapa, e njën shpeshherë ndoshta është edhe krenar, po edhe ligështohet para asaj, se më të vërtetë kemi pas Ademi ka qenë një njeri i dashtën, i respektuar, një njeri i cili po t'ja vnojshe mendjen me kohë, ndoshta ka tregu që ai është i gatun me ra heroikisht për me nxit breza tjerë ose me shërby Kosovës edhe me jetën e tij.